Shko, ti the janë të rradha, po në fakt po t'i shohim nuk është se janë dhe shumë të rradha, sepse të vitin e shkuar edhe një vit më përpara, her pas here, mbas po themi 6 apo 7 muaj, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike me zgjidh tensionit që kanë në parlament zakonisht, gjenë mundësin ku ulen dhe diskutojnë dhe bjen dakord për çështje të rëndësishme, siç kanë qenë ndryshimet në kod disa herë, apo dhe këtë herë çështja integrimit, pra Bashkimin Evropian. Çfarë ndodhi këtë herë? Thënë këtë, ajo që sot u duk si një marrëveshje beft që doli nga askund, pra ato 114 votat pro, në parlament, një informacioni që kam unë, ka qenë një lloj komunikimi dhe një lloj negociate nisur që ditën e martë në Komisionin e Politikës së Jashtme me të deleguar nga të dyja palët. Pra ka qenë 2 përfaqësues të Partisë Demokratike, grupit parlamentar demokrat, dhe 2 përfaqësues të Partisë Socialiste. Kush ishin këta? Atëherë, në informacionin që unë kam, njëri nga përfaqësuesit është deputeti Male që kam në krah, dhe 2 përfaqësuesit e tjerë, pastaj nga Partia Demokratike ka qenë fillimisht e përsaktuar zonja Albana Vokshi, po për shkak të agjendës së saj që nuk ka mundur do të jetë në Shqipëri, ka qenë në udhëtim, është caktuar një person tjetër, pra është caktuar zonja Ilda Zhulali, që është edhe këshilltare e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kanë qenë po ashtu zoti Edmond Agjinasto, deputeti Partisë Liris, por tek formacioni opozitar, dhe nga ana tjetër tek Partia Socialiste ka qenë deputetja tjetër zonja Romina Kuko. Pra ky ka qenë katërshi apo grupi i cili ka punuar mbi draftin e asaj rezolute që u miratua sot në parlament. Në informacionin që unë kam, kanë qenë 2 negociatorët e Partisë Demokratike, ata që së pari kanë punuar mbi draft, mbi dokument, i cili më pas jo është dorëzuar palës së socialistëve, të cilët po ashtu kanë bërë shtesat dhe korrigjimet e tyre, pra ka qenë një lloj komunikimi. Kush ishin këta të 2 nga PD-ja, përveç Gazmend Bardhit që dihet? Jo, nga PD-ja kanë qenë ishin zonja Zhulali, Ilda Zhulali dhe zoti Agjinasto. Nga ana e Partisë Socialiste, 2 korrektorët dhe editorët ishin zoti Malaj dhe zonja Kuko. Mbas këtij procesi të parë, Partia Socialiste ka marrë kohë, ndoshta zoti Malaj mund më korrigjoj, por të paktën unë kam informacione të konfirmuara nga 2 palë në këtë rast, dhe po themi mbaj edhe një lloj përgjegjësie për gjën që po them, kanë marrë kohën për të konsultuar sigurisht me leadershipin dhe drejtimin politik të Partisë Socialiste, dhe një nga çështjet që ndoshta mori më tepër kohë për t'u dhënë ajo sigla e fundit firmose ka qenë çështja e qëndrimit apo pika ku trajtohej qase që do duhet kishte majoranca për opozitën dhe opozita ndaj majorancës në parlament. Pra, po ta shohim të gjitha pikat e rezolutës, ka një pikë ku thuhet që në një farë mënyrë duhet të lihet pas ajo situatë konfliktuale dhe ai lloj tensioni që ne kemi parë në parlament gjatë këtyre muajve të parë. Pra s'do ketë më sherrë në parlament, është ideja? Të paktën për çështjet e integrimit ka rezoluta, nëse do e marrim si një lloj zotimi, e trajton këtë gjë. Pra na i jep këtë lloj garancie që mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, kur të vi fjala për ligjet e integrimit dhe çështjet që kanë të bëjnë me avancimin e mbylljes së negociatave, palët do të ulen dhe do i lënë janë qasjet e tyre kundërshtuese. Kush bëri tërheqjen më të madhe? Tani, të dyja kanë lëshuar nga qëndrimet e tyre politike, absolutisht, duke qenë se ka qenë një negociat, njëra ka lënë një pjesë, tjetra ka lënë një pjesë tjetër. Cilën ka lënë opozita? Si? Cilën ka lënë opozita? Po thjesht fakti që është ulur në një kohë kur gjatë gjithë kohës flet për një regjim, mua nuk më duket se është një lëshim i vogël, kur ti çdo 2-3 javë del në protestë përballë një regjimi dhe përballë një diktature autoritare dhe me përfaqësues. Për çfarë del protestë? Po pra, ta përfundoj, me përfaqësues të këtij regjimi dhe të kësaj diktature autoritare ti ulesh. Për çfarë del protestë? Po del për shumë çështje, pra, edhe integrimi dhe avancimi i procesit të integrimit është një nga kjo. Pra, opozita proteston që të mos pengohet integrimi. Patjetër, pra, por kur ti del dhe proteston, nuk do ta votonte e rezolutën për integrimin, ti pari çfarë do thoje?
absolutisht që nuk i heq asnjë presje që opozita ka bërë shumë mirë, që jo vetëm që ka votuar, hoqi dorë nga se. Jo, po pra ta thash nga çfarë hoqi dorë? Hoqi dorë nga që kam qendrim time pastaj. Nga retorika e saj ashpër për që e cilëson maxhorancën jo maxhorancë qeverisë, po pra duke ulur aty Edhe pushimet e verës. Duke ulur aty, hoqi nga qendrimi për Belinda Balluku në opozitë? Jo, po s'po them atë gjë. Hoqi nga qendrimi për Akshin. Bled, ka dy lloj qasjesh. Që si ti dhe unë jemi gazetarë dhe merrem me komunikimin. Në komunikim kemi dy lloj qasjesh. Një qasje është kur ti thua, ky është regjim dhe këta janë përfaqësues të regjimit dhe diktaturës autoritare që komandon Shqipërinë dhe ti